Ndalemi së pari në Tiranë. Tirana sot ka kthjellime, ndërkohë që dita e nesërme do të ketë një prezencë të vogël të reve. Temperaturat shkojnë sot nga 10 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 12 gradë në orët e para të mëngjesit në 27 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Dhe vijojmë mëtej nga kryeqyteti në qytetin e Radhës. Ndalemi në Durrës. Durrësi sot ka diell, nesër do të ketë sërish diell, por do të ketë edhe një prezencë të vrenësirave. Temperaturat shkojnë në këtë të njëjtë nga 15 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 17 gradë në orët e para të mëngjesit. Termometri do të regjistrojë për qytetin e Durrësit temperaturën 24 gradë Celsius. Vijojmë mëtej me Elbasanin. Elbasani në të dyja ditët ka kthjellime dhe vrenësira, një prezencë të dyjave do të përfshi qytetin e Elbasanit me temperaturat që shkojnë sot nga 10 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të mëngjesit në 26 gradë Celsius më e larta. Vijojmë me qytetin e Fierit. Fieri sot është me diell, ndriçon me sa duket dielli mbi këtë qytet me temperaturat që shkojnë nga 12 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vrenësira me temperaturat që nisin me 14 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrin 26 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Nga Fieri ndalemi në qytetin e Beratit. Sa i përket qytetit të Beratit, dita e sotme do të jetë me diell dhe me vrenësira, të dyja këto alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat shkojnë nga 10 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi reshe shiu, por edhe momente kthjellimesh përgjatë ditës. Temperaturat shkojnë nga 12 gradë minimalja në 28 gradë Celsius më e larta. Përfundojmë me situatën meteorologjike për Beratin dhe zhvendosemi tashmë në qytetin e Radhës. Jemi në Korçë. Korça në të dyja ditët edhe përgjatë kësaj tenteje edhe nesër në ditën e premte do të jetë mes kthjellimesh dhe vrenësirash që alternohen me njëra tjetrën, me temperaturat që shkojnë sot dhe nesër nga 6 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta. Vijojmë nga Korça në qytetin bregdetar të Vlorës. Se përket Vlorës sot është me diell, temperaturat shkojnë nga 12 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, edhe nesër vijon dielli edhe pse do të ketë një prezencë të ulët të vrenësirave. Temperaturat do të shkojnë nga 14 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta. Vijojmë nga Vlora në qytetin e Gjirokastrës. Gjirokastra sot ka kthjellime dhe vrenësira, të dyja këto alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat shkojnë nga 9 gradë minimalja në 26 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi një prezencë të reshjeve të shiut dhe temperaturat shkojnë nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit në 27 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Vijojmë mëtej nga Gjirokastra në Sarandë. Saranda sot është me diell, temperaturat shkojnë nga 11 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vrenësira dhe temperaturat shkojnë nga 13 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta. Vijojmë nga Saranda me Shqipërinë e Veriut tashmë, do ndalemi në Tropoj për të paraqyrë se si janë temperaturat dhe situata meteorologjike. Sot kemi kthjellime vrenësira dhe reshje për të këtyre. Temperaturat shkojnë nga 10 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vrenësira, nuk do të ketë reshje shiu, të paktën sipas grafikës që na tregohet, por gjithmonë na befason moti në këtë periudhë të vitit. Temperaturat shkojnë nga 11 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta. Vijojmë nga Tropoja me qytetin e Pukës. Sa i përket qytetit të Pukës, sot ka reshje shiu me një intensitet goxha të lartë, temperaturat shkojnë nga 12 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër do të përmirësohen paksa temperatura, do të kemi kthjellime dhe vrenësira që alternohen me njëra tjetrën, me temperaturat që shkojnë nga 14 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Kjo është situata për qytetin e Pukës dhe zhvendosemi tek i Radhës.
Jemi në Kukës, Kuksi në të dyja ditët edhe për gjatë kësaj të enteje edhe nesër ditën e premte do t'jetë me kthjellime dhe vërënësira të cilat alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat shkojnë sot nga 11 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të mëngjesit në 23 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Përfundoj me Kuksin dhe zhvendosemi në Peshkopi. Peshkopia ka sot kthjellime dhe vërënësira, temperaturat shkojnë nga 7 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër përveç këtyre kthjellimeve dhe vërënësirave që alternohen me njëra tjetrën, do të kemi edhe reshe shiu për Peshkopin. Temperaturat do të shkojnë nga 10 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta. Zhvendosemi nga Peshkopia në qytetin e Radhës. Jemi në Shkodër. Shkodra edhe sot edhe nesër do t'jetë pak a shumë në të njëjtën situatë meteorologjike. Kthjellime dhe vërënësira janë ato të cilat dominojnë qiellin e këtij qyteti. Temperaturat shkojnë sot nga 16 gradë minimalja në 26 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 17 gradë në orët e para të mëngjesit. Termometri do të regjistroj për gjatë orareve të mesditës temperaturën 27 gradë Celsius. Dhe nga Shkodra zhvendosemi në Lezhë. Lezhë sot ka diell, temperaturat shkojnë nga 16 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta dhe nesër diell dhe vërënësira, temperaturat shkojnë nga 16 gradë në orët e para të mëngjesit në 27 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Përfundoj me Lezhën dhe kështu rrjedhimisht me territorin e vendit, ndalemi tashmë në rajon, së pari nisim me Shkupin. Shkupi në të dyja ditët do të ketë kthjellime dhe vërënësira. Temperaturat shkojnë në këtë të enjte nga 9 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit në 26 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi nga Shkupi në Prishtinë. Çfarë ndodh me Prishtinën do ta shohim. Dhe kemi të paktën nga jo çfarë na tregohet grafikisht në të dyja ditët kthjellime dhe vërënësira. Kjo do të jetë karakteristike e këtij qyteti. Temperaturat shkojnë sot nga 8 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 10 gradë, që nisin në orët e para të mëngjesit do të arrijnë gjatë orareve të mesditës 21 gradë Celsius. Dhe shkojmë nga Prishtina në Milano. Milano sot dhe nesër me kthjellime dhe vërënësira, të dyja këto alternohen me njëra tjetrën, me temperaturat që shkojnë sot nga 14 gradë minimalja në 26 gradë Celsius më e larta, dhe nesër nga 16 gradë në orët e para të mëngjesit në 28 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi nga Milano në Bruksel. Brukseli sot ka reshe shiu. Temperaturat shkojnë nga 11 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vërënësira që alternohen me njëra tjetrën, temperaturat do të jenë paksa më të larta, shkojnë nga 13 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta. Zhvendosemi nga Brukseli në Paris. Parisi sot ka reshje, po do të ketë edhe kthjellime, temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi kthjellime dhe vërënësira që alternohen me njëra tjetrën, me temperaturat që shkojnë nga 13 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta. Kjo është situata për Parisin, përfundojmë të dhe ndalemi në New York. New Yorku ka kthjellime dhe vërënësira ditën e sotme me temperaturat që shkojnë nga 24 gradë Celsius minimalja në 34 gradë Celsius më e larta dhe nesër do ta përfshin reshjet e shiut me temperaturat që do të shkojnë nga 14 gradë në orët e para të mëngjesit në 34 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Me New Yorkun ne mbyllim parashikimin e motit për sot dhe nesër.